Kjo dukuri që ndodhi pas zgjedhjeve, të cilat zgjedhje shkuan shumë mirë po pas numërimit të votave dhe evidentimit se ka mos përputhje mes kandidatëve të subjektit të njëjtë, shka nënkupton se votat me subjekte fare nuk janë prekur, janë prek votat e deputetëve brenda një subjekti që është manipulim brenda llojit. Kështu quhet. Atëherë jemi vuar në lëvizje dhe në momentin kur kemi kuptu se deri me dje kanë përfundu pothuajse një mori e komunave me rinumërimin e votave, atëherë sot kemi, unë si koordinatore nacionale e zgjedhjeve, kam udhëzu të gjithë kryeprokurorët e prokurive respektive që të miren me grumbullimin e provave dhe të fillojnë hetimet në ato vende ku ka elementet e veprës penale. Kemi të bëjmë një vepër penale të falsifikimit të dokumentit të votave dhe kjo është në kuadër të kodit penal të Republikës së Kosovës dhe do të hetohen të gjitha ata personat të cilët kanë prek në vullnetin e lirë të qytetarit për të zgjedhur deputetin. Atëherë, hetimi kam i qenë i mirëfillt. Momentin kur do të intervistohen të gjithë komisionerët, të cilët janë përfaqësues të gjitha subjekteve politike, në momentin kur kanë numëruar dhe kanë rinumëruar votat dhe votat nuk përputhen tashti me numërimin nga QNR-ja, ata do të intervistohen dhe do të tregojnë pse ja kanë shtu votat një kandidatit të caktuar apo pse ja kanë mungu votën një kandidatit të caktuar. Prandaj, kur themi hetimi mirëfillt, ne kuptojmë se hetimi do të vazhdoj dhe do të marrim informata për aq sa do të është mundon që të marrim informata nga komisionerët, të cilët do të na udhëzojnë se a kanë qenë të shtyrë dhe arsyeja pse i kanë shtu vota një kandidatit të caktuar. Arsyet mund me qenë të ndryshme, të kuptohemi, prandaj vetëm me një hetim mund ta zbulojmë arsyeën e saktë se pse ju kanë shtu vota kandidatit të caktuar. Do të intervistohen të gjithë ata kandidatë të cilët ju kanë prek votat dhe ju kanë shtu votat. Nëse dikush del thotë që unë nuk jam fajtor për shtim votave, atëherë duhet më dal komisioneri i subjektit tim konkretisht dhe të tregoj pse ja ka shtu votat atij kandidati. Vetëm në vitin 2010 kemi pas një rast të tillë, ku pas përfundimit të zgjedhjeve dhe pas certifikimit të tyre, kemi hasë në mospërputhje të numrit të votave të kandidatëve, për çka sa më kujtohet, dikun kanë qenë 1500 persona të akuzuar për në ato zgjedhje. Prandaj, ato kanë qenë zgjedhjet, unë konsideroj që e kanë prish reputacionin e Republikës së Kosovës si shoqëri, mirë po fatmirësisht ndër vite ne patëm evolu shumë mirë duke u mbur si shtet me zgjedhje demokratike. Mua më vjen keq se pas vërtet një procesi shumë të mirë që kaluam me 28 dhjetor, tani duhet të ballafaqohemi edhe me hetime të mirëfillta për të zbuluar të vërteta. Konsideroj se me numërimin e përgjithshëm në të gjitha komunat, 38 komunat, është shumë më mirë, me qëllim që mos të lihet në ndonjë shprasti që të mendohet se ka mundur që edhe në komuna tjera ka manipulim, me qëllimin vetëm që të kthehet besimi i publikut të institucionet të cilat miren e drejtësisë dhe institucionet tjera të sigurisë. Se nëse është cenu, tani ma vullneti i qytetarëve ne duam ta thejmë haptas, është i cenuar në një farë mënyre. Neve na intereson lista librave, ku janë nënshkruar të gjithë komisionerët, na intereson proces verbali i verifikimit të numërimit të votave ku nënshkruhet nga të gjithë komisionerët e përfaqësuesve të subjekteve politike, dhe ndër të tjera na intereson tani proces verbali i rinumërimit për ta bërë krahasimin se sa vota mu kanë marrë ty dhe t'i kanë qitë ty. Dhe këto janë provat relevante, po ndërkohë mund të kemi edhe prova tjera për cilat prokurorët e rasteve në 7 komunat të Republikës Kosovës do të miren me këto rast me verifikim. Për atë thash, duhet të informohemi dhe të grumbullojmë prova e pastaj të vazhdojmë me hetime tjera. Do të jetë në 7 prokurit themelore, të cilat i mbulojnë edhe me kompetencë territoriale dhe komuna tjera.